Alba zbulon raportin e saj me Limin dhe arsyen e largimit nga ferma e të famshmëve. Një nga momentet më të komentuara të fermës së të famshmëve ka qenë largimi i befasishëm i Albës dhe partnerit të saj Limi, duke shkaktuar reagime të shumta në rrjet dhe në publik. Gjatë mbrëmjes së sotme në spektakël, Alba sqaroi për herë të parë publikisht arsyet e largimit të saj. E kam shprehur shumë qartë. Kam disa parime në jetë dhe para tyre nuk vendos asgjë. Edhe çmimi vjen pas parimeve, u shpreh Alba, duke lënë të kuptohet se vendimi i saj ishte i menduar dhe i pandikuar. Në lidhje me spekulimet për raportin me saj dhe konkurrentes tjetër, Nenes, dhe tradhtinë e dyshuar të Limit me të, Alba u shpreh prerë. Nena për mua nuk ka qenë as pak problem dhe nuk i kam kushtuar rëndësi. Për mua, rënja e problemit është partneri që kam në krah. E pyetur nga Luana për sekretin e saj dhe Limit, për të cilin Alba ka thënë gjatë gjithë qëndrimit në fermë se nuk flet dot për të. Alba tha se bëhet fjalë për Besën. Unë dhe Limi e kemi nga ajo që kemi ndjer për njëri tjetrin, që jemi marrë vesh me sy, kjo do mbetet gjithmonë mister për publikun. Ajo theksoi se janë në një lidhje, dhe po vazhdojnë të njohin njëri tjetrin më shumë jashtë formatit. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.